Mendoj pak jashtë temës, po unë mesazhet e kam për të rritë, me thënë të drejtën. Sepse edhe ajo pyetja që nisët edhe vazhduam, ishte e rëndësishme, domethënë që gjithë ky aksion nuk është vetëm në të mirë të shkollës të universitetit, po është në të mirë të studentëve dhe të rinjve. I them të rinjve, dilni dhe dukuni, bëhuni aktiv, pjesë të gjitha ngjarjeve që lidhen me shkollën dhe përtej shkollës, sepse fundit jemi në një situatë ku shoqëria ka nevojë akoma më shumë për ju. Okej. Profesor? Po. Unë kisha menduar gjë tjetër, në fakt, po për shkak mënyrës se si rodhen gjërat, ngeli diçka pa thënë. Si më thënë, thirrja që bëj unë, është që palët e përfshira në këtë dialog, do thoja unë, ose në këtë bashkëbisedim institucional, sigurisht që ka gjëra që nuk janë bërë diku mirë dhe prandaj kjo ka mbetur si ngërç. Uroj që të kenë gjithë mirë kuptimin ndaj të gjithë stafit që janë pjesë e këtyre titujve, që dëgjejnë mekanizmin ligjor për ta zgjidhur. Gjiri? Po, mendoj që gjithë e kemi një diçka në dorë ku mund të ndryshojmë jetën dhe historinë një institucioni apo një shoqërie të tërë. Mendoj që ky është momenti rasti konkret për t'i bërë ata, për t'na bërë dhe ne të ndjehemi krenar dhe për të lënë një gur themeli të asaj që gjetëm dhe të asaj që dolëm dhe për tjerët. Bravo, pëlqeu shumë. Elidoni dashur? Normalisht ne kemi profesion që funksionon për shkak të pasionit. Na jepni mundësi për jetë vërtetës që të jemi dhe dinjitos në të gjitha dimensionet tona. Kështu që pak dinjitet për artistët tuaj, për kolegët, për pedagogët, do ishte mrekullisht. Me fat që kemi një ish pra stafit akademik që është ministre dhe një ish i stafit akademik që është kryeministër. Mendoj se ajo makineta duhet na japi kafen edhe me 500 euroshin edhe me 50 leksin. Pra gjërat duhet funksionojnë automatikisht që nuk ka nevojë të trokasin vetë. Po, të falenderoj shumë Elidon, është shumë interesante për publikun e them, që sa që shkojmë në ekspozitat e Elidonit, që kemi qenë të dy, apo në ekspozitat e profesor Jusufit, apo sa që Iliri që luan në Berlin apo kudo tjetër, shkojmë dhe duart trokasim, ne duhet mendojmë që këta janë qenie njerëzore dhe nuk ushqen me frymën e shenjtë, por kanë një atë që unë duhet ta theksoj atë që tha Elidoni, dinjitet njerëzor. Pra nuk po kërkojnë, s'po kërkojnë dashnore këta, vlla. As qiqranell, ta po kërkojnë minimumin e minimumit. Unë them, po t'isha unë kryeministër, e kupton, po t'isha unë kryeministër, do ta merrja atë Ferrarin atje dhe nda 10 pjesë secilit. Dakor që na t'i bjeri çik. E dyta, ju institucione shtetërore, mos ndoshta jeni duke fjetur në krevatë Dorelan, mos ju ka zënë gjumi, se kur të zë gjumin Dorelan, nuk i hap syt vlla, se fle rehat në paqe. Prandaj i bëj thirrje institucioneve shtetërore të hapin syt dhe të mos i lejojnë pedagogët as të zemrohen, as të bojkotojnë, as të prishin mësimin, as të bëjnë asnjë gjë kur logjika minimale është ajo që kam thënë një herë në kohë dhe mbelet po tani. Nëse e ke trurin, përdore. Kaq. Para se të duhet. Mirë, do të shkojmë në akuzë.